Gjatë periudhës së komunizmit, Shqipëria ndërmori disa nisma pak të njohura për publikun, mes tyre dhe një projekt ambicioz për ngritjen e një reaktori eksperimental bërthamor. Në vitet 70-80, në kuadër të politikës së vetëmbështetjes së regjimit të Enver Hoxha, u hodhën hapat e parë për zhvillimin e kapaciteteve në fushën e energjisë dhe kërkimit bërthamor. Sipas burimeve historike dhe dëshmive të specialistëve të kohës, projekti parashikonte ndërtimin e një reaktori të vogël kërkimor, jo për qëllime ushtarake, por për përdorime shkencore dhe industriale. Objektivi kryesor ishte formimi i kuadrëve shqiptare në fizik bërthamore, prodhimi i izotopeve për mjekësi dhe kërkime, si dhe rritja e pavarësisë teknologjike të vendit. Në këtë kuadër, Shqipëria synoi bashkëpunime me vende të bllokut lindom, fillimisht me Bashkimin Sovjetik dhe më pas me Kinën për të siguruar teknologji dhe trajnim. Megjithatë, prishja e marrëdhënieve me këto vende e la projektin pa mbështetje teknike dhe financiare. Një pjesë e studimeve paraprake u zhvilluan në institucione kërkimore në Tiranë, ndërsa studentë specialistë shqiptar u trajnuan jashtë vendit. Por mungesa e infrastrukturës, izolimi ndërkombëtar dhe kostot e larta e bën të pamundur realizimin e plotë të projektit. Në fund, ideja për një reaktor eksperimental bërthamor mbeti në letër dhe në faza të pjesshme studimore. Pas rënies së regjimit komunist në fillim të viteve 90, çdo iniciativë e tillë u braktis përfundimisht. Sot, ky projekt mbetet një episod pak i njohur i historisë shqiptare, që tregon ambicjet e një regjimi për të hyrë në një fushë të avancuar teknologjike, në një kohë kur vendi përballej me izolim të thellë dhe mungesë burimesh.